Ura e Gjinikasit në Moglic, e cila lidh fshatrat Osoj dhe Gjinikas, prej disa muajsh ka pësuar dëmtime të rënda për shkak të prurjeve të shumta të lumit Devoll dhe rrëshqitjes së një pjesë të malit pranë saj. Ura është mjaft e rëndësishme për lëvizjen e banorëve dhe transportin e mallrave në zonë, por prej kohësh stabiliteti i saj është në rrezik. Prej muajit nëntor të vitit të kaluar, rreshtet intensive të shiut dëmtuan urën e Gjinikasit, një urë e cila lidh dy fshatra, fshatin Gjinikas dhe Osoj të bashkisë së Maliqit. Nga ana e bashkisë, prej atij muaji u mor mas për vendosjen e një ure Tibel, e cila ka zgjidhur përkohësisht kalimin e këmbësorëve, po ashtu edhe mjeteve. Por ajo vijon të jetë e rrezikshme, pasi peshat e rënda nuk mund të arrijnë të mbajnë në këtë urë e cila vijon të jetë e vetmja kalim për banorët e këtyre fshatrave. Për të mos izoluar fshatrat dhe për të garantuar lëvizjen, Bashkia Maliq ka vendosur një urë metalike provizore, por ajo vijon të jetë e rrezikshme pasi nuk mund të mbajë pesha të rënda. Bashkia e Maliqit deklaroi se ura do të riparohet, por ende nuk ka asnjë njoftim zyrtar për nisjen e një projekti.